Mirëmëngjesi, miq të dashur, jam në transmetim të drejt për drejt, ju falenderoj që më ndiqni. Sot është një festë e rëndësishme për të gjithë ne, për shqiptarët kudo që ndodhen dhe njerëzit nëpër botë. Kjo është festa e Krishtlindjes, në të cilën lindi Krishti, Zoti jon, dhe gjithashtu në këtë festë të rëndësishme sot dhe nesër ju uroj gëzuar Krishtlindje, gjithashtu dhe pse është ende herët për të folur, edhe natën e ndërimit të viteve, gjithashtu uroj që kjo natë të bëhet ndihmë e madhe për të gjithë njerëzit nëpër botë kudo që ndodhen, pavarësisht nevojave ose ndihmave që si janë ata. Uroj që kjo festë të bëhet ndihmë për gjithë secilin dhe nga ata dhe t'i ndihmoj në çdo nevojë, në varfëri, në sëmundje, në punë ose në gjithçka dhe ju uroj fat dhe mbarësi gjatë këtij viti, ju uroj fat e mbarësi dhe shumë lumturi. Gjithashtu faleminderit që më ndiqni dhe mua nga çdo pjesë e botës që ju jeni.